Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam thot në hadithin e tij: "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati." Me të vërtetë, njeriu gjëja e parë që do të jap llogari në ditën e gjykimit para robi, çfarë është? Min amelihi, prej punëve të tij, salatuhu, është namazi i tij. Fa in saluhat, nëse i përgjigjet mirë, pra është në rregull me këtë pyetje, faqad aflaha wa anjaha. Ai është i shpëtuar dhe Allahu i madhëruar do ta përgëzojë atë, do ta shpërblejë atë me xhennet. Wa in fasadat, por nëse nuk i jep dot përgjigje ashtu siç duhet kësaj pyetje, faqad khaba wa khasira, atëherë ky është i humbur dhe i shkatëruar. Allahu na fal dhe na ruaj. Allahu na bëf prej atyre të cilët mundohen ta falin namazin rregullisht, ashtu siç i ka hije namazit, ashtu siç i ka hije besimtarit. Gjëja e para, pra siç thamë, është ajo që do pyesin Allahu i madhëruar namaz.